Pushimi i rreshjeve ka ndikuar që situata e përmbytjeve në Bashkinë Vaudeës të përmirësohet, por me tërheqjen e ujit në pak kanë dalë dëmet që vërshimet shkaktuan. Banorët shprehen se situata ka qenë e vështirë dhe se përmbytjet janë pasojë e mungesës së investimeve në zonë, veçanërisht në sistemin kullues dhe mbrojtjen nga prurjet e lumejve e përrejnve. Ernest Paluku, një nga banorët që ka pësuar dëmet konsiderueshme në biznes dhe banesë, tregon vështirësitë e përjetuara dhe humbjet financiare që shkaktoi kjo përmbytje. Tentova me çuk të tovalina karrije, por niveli ujit i hodhi sipër, bani damet pa para me frigorifera, me gjitha, domethënë i ka xherë jashtë shpërdorimit. Nuk ka ndonjë herë për 35 vite që kemi pa kaq ujë, kaq përmbytje. Vërshimi i ujit ka qenë rreshtet e shumta të që kanë ndarë në zonën tonë, në zonën e Vigneris, edhe në zonën e Vaudesit, Bushatit e Pypëll, domethënë, por që për një gjysmore tu kanë pa hata. Domethënë, këtu në të vend ku jam për momentin, e kam pas ujt në gjaks. Domethënë, niveli i ujit që shihet edhe në xhama dhe në pjesën e nivelit të mureve, por objektin edhe banesën time ka bërë pa banueshme, nuk ka fjalë që të marrë. Ne jemi në fillimin e dimrit dhe nuk parashikohet se çfarë mund të ketë gjatë periudhës. Për mua është një kumban që bën edhe për qeveritarët për të bërë një investim fuqishëm, pasi rrezikohen edhe fshatrat Naraç, Kaq, deri në Dalç, Dragush. Vlera e damit sot për sot, mua më janë damtu 2 makina që janë mulu 100% ujë, 1 metër gjysmë ujë këtu me 10 frigorifera pajisje, dhoma xhumit komplete me krevata me kështu janë kthy për mysë që kam pas brenda. Mbi 30 milion lek dam që kam sot për sot në objektin tim. Parat mytën. I ka dhënë me vajullinit edhe ader. Fuqi 5 kintalë shumë. Edhe të dy e kam bërë plot në vajullinit i ka marrë. Për 20 minuta ka ndodhur gjithçka. Vetëm faji i stekve në Urë Spathari. Për zotin mbi 50 milion lek më ka marrë mall, plus çka ka prif edhe 50 milion lek nga bazitori. Vesh për hepur të spanoj. Edhe në bujqësi dëmet janë të shumta dhe fermerët thonë se askush nuk ka shkuar për të parë nga afër, pasoja që la një përmbytje 24 orëshe. As s'ka kush me i pa me sy, pa që një ju që e me i pa, deri në majet të ullinit, sa s'duk, djenë nuk ashtë duk as një ullin, dhe shkajt uj, i ka thy, i ka shkull, i ka rëzu, i ka mush me lam, po që me të thënë, të shirun tu kam pas rreth, vetëm unë, si person, i kam pas 25 kintal, 30 kintal ullin majen. Na kanë shkatëru totalisht, nuk ka vjeti i parë. Çdo vit e këtë punë këna na. S'ka ma, na kena marrë, na këm punë këtë, na rrim këtë të. Ne te këm punë. As nuk vjen kush me na pa, as me na pyet, as a ka bën e dam. Unë për bilën i kam i tu, prapë kam me fakt, kam shpina gjë për tej. Unë kam pas mini metër ujë në varë shtëpia ime. Ma nuk ka hiu, nuk di më rresh, kam me fakt me vidje. Kom pula, zona mi ka myt. Lavatrice. Pompa ujit, zona kët, në ujë kët mi ka me frezë, se kam pas dorët. Këtë zëtërë, këtë mi kam përmytën, vindi shofit i verifikuar të zinë kush. Në të gjithë qarkun Shkodër, situata mbetet problematike në disa zona. Në rrugën Kirshosh, në vendin e quajtur Dardha e Shoshit, ka patur një gurësh që ka bllokuar qarkullimin dhe rruga është e pakalueshme. Në Puk, si pasojë e rreshjeve, janë dëmtuar disa rrugë rurale, kryesisht në njësitë administrative Rab dhe Xhexhan, ku ka rruglidhse të fshatrave të bllokuara. Rruga nacionale Puk-Fusharës është aktualisht e bllokuar në vendin e quajtur Qafa e Batrës, si pasojë e shëmbjes së një masivi dheu. Fshatrat Xhexhan, Dom, Ras, Kuzhnen dhe Gojan i Vogël janë pa energji elektrike. Në Fusharës janë dëmtuar pothuajse të gjitha rrugët rurale, janë evidentuar rreshitje masive dherash, rënje gurësh dhe dëmtime të trupit të rrugëve. Ka patur problemet furnizimit me energji elektrike në njësitë Ball, Qafmali dhe Blerim. Gjithashtu janë raportuar dëmtimet ujësjellsave të fshatrave.